Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni një limon në sqetull para se të flini dhe do habiteni nga ajo që do ndodh. Limoni është një nga frutat që mund të përdoret në një gamë të gjerë qëllimesh terapeutike, duke përfshirë edhe kujdesin ton si kozmetik. Më të popularizuara dhe të rëndësishme veti terapeutike të limonit, si përfitim shëndetësor, është edhe aftësia e tij për të stimuluar sistemin imunitar dhe antibakterial dhe antiviral të veprimit. Në përgjithësi, për ushqimin limoni është një përbërës i veçantë dhe njëkohësisht i fuqishëm, sepse ai mundet që të stimulojë gjithashtu tretjen. Kjo është arsyeja pse rekomandohet veçanërisht për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet e tretjes. Një arsye tjetër pse ju duhet të konsumoni rregullisht limon është se ai është mjaft efektiv në detoksifikimin e mëlçisë, e cila grumbullon toksina dhe kimikate të tjera të rrezikshme që hyjnë në trup përmes konsumimit të ushqimeve jo të shëndetshme që ne ham çdo ditë. Ushqyësit dhe mineralet kryesore që përmban limoni janë pektina, bioflavonoidet, vitamina C, magnezi, kaliumi dhe acidi citrik. Të gjithë këta përbërës të fuqishëm janë treguar se luftojnë në mënyrë efektive shumicën e infeksioneve, por edhe forcojnë sistemin imunitar në të njëjtën kohë. Lista e përfitimeve të mrekullueshme që na ofron limoni për shëndetin dhe trupin ton nuk ndalet këtu. Ka ende shumë për të mësuar. Mundet të tingëllojë e çuditshme, por në qoftë se vendosim një fetë limoni në sqetull, do të ndodhë diçka e mrekullueshme. Ky është një sekret bukurie që shumë pak njerëz munden që ta dinë. Prandaj mbajeni shënim. Limoni mund të zëvendësojë vërtet një nga kozmetikët që ju keni në tualetin tuaj dhe më konkretisht bëhet fjala për deodorantët, të cilët ne i përdorim kur djersitemi. Për këtë qëllim mund të përdorni limon. Mënyra është shumë e lehtë. Gjithçka që ju duhet të bëni është thjesht të prisni një fetë limoni dhe të fërkoni butësisht sqetullat me të. Dy minerale që përmban limoni janë magnezi dhe kaliumi, të cilët kanë veti antibakteriale dhe përveç kësaj kur ata aplikohen në sqetull munden që të balancojnë në mënyrë efektive nivelin e pH-it të lëkurës. Tani e dini që mund ta përdorni limonin si deodorant, mirë po a do vazhdoni të blini akoma spray dhe deodorant të shtrenjtë nga dyqanet, të cilat ndoshta mund të jenë më pak efektive dhe mund të irritojnë lëkurën. Nëse ne e krahasojmë limonin si një deodorant natyral me spërkatje të shtrenjta në treg, patjetër që do të zgjidhni limonin. Asnjëherë nuk mund të jemi të sigurt për kimikatet dhe toksinat që mund të përhapen në sqetull kur përdorim një spray dhe aplikimi i tij mund të çojë lehtësisht në një infeksion serioz. Në rastin e limonit, substanca të tilla dhe të dëmshme përjashtohen plotësisht. Prania e acidit citrik në të është faktori natyror që eliminon aromat të pakëndshme të djersës. Ndaj nëse keni një problem të tillë, mjafton t'i jepni një shans limoni dhe ta provoni. Nuk do të pendoheni. Limoni dhe sheqeri gjithashtu bëjnë një kombinim perfekt për pastrimin e lëkurës tuaj. Lëkura është pjesa më e ndjeshme e trupit të njeriu dhe ajo ka nevojë për përkujdesje të veçantë dhe të vazhdueshme. Lëkura është gjithashtu zona më ekspozuar e trupit dhe përpasoj ajo ka tendencën që të njolloset nga puçrat, aknet dhe gjithashtu pikat e zeza. Aknet lënë njëkohësisht shenja të forta që prishin shkëlqimin e lëkurës dhe shkatërrojnë bukurinë e saj. Një nga kurat më të mira bimore dhe natyrale për shëndetin e lëkurës dhe heqjen e njollave bashkon lëngun e limonit me sheqerin organik kaf. Kjo kurë natyrale është shumë mirëbërëse dhe për heqjen e pikave të zeza dhe atyre dhjamore. Pasta me kokriza e formuar prej sheqerit dhe lëngut të limonit përthan gjithashtu puçrat dhe nxjerr lehtësisht pikat e zeza. Limon dhe sheqer për pastrimin e lëkurës.
Përgatitja e kësaj maske pastruese është njëkohësisht shumë e lehtë. Për këtë juve ju nevojitet gjysmë limoni i verdh, çerek filxhani çaj, sheqer kafë. Shtrydhni gjysmën e një limoni në një enë dhe shtoni çerek filxhani sheqer organik. Përzijeni mirë që të formoni një maskë pastruese me kokriza të cilat heqin qelizat e vdekura të lëkurës. Maskën mund ta përdorni në lëkurë derisa ajo të jetë e ngurtësuar pak. Më pas merrni një peshqir për fytyrën, lagini me ujë të nxehtë dhe mbajini në fytyrë për më pak se 1 minutë. Avulli që do të lëshoj peshqirit do të hapë pore dhe gjithashtu do të zbusë maskën. Nga ana tjetër, fshiheni maskën nga lëkura dhe më pas vazhdoni me rutinën tuaj të përkujdesjes për lëkurën, qumshtin, tonikun dhe njëkohësisht kremin ushqyes. Limoni ka aftësi shtrënguese për lëkurën dhe është shumë i mirë për heqjen e pikave të zeza dhe të kurrin e poreve. Kjo maskë mundet që të përdoret një herë në javë. Ajo nuk mund të bëhet me sheqer të bardhë dhe të përpunuar sepse ai nuk i bën mirë as lëkurës dhe as organizmit. Rritja e flokëve me limon. Rritja e flokut nuk ndodh sa hap e mbyll syt pavarësisht sa shumë e duam atë. Shpesh ajo ngadalësohet si pasojë e ushqyerjes së keqe, stresit dhe rrethanave të tjera. Megjithatë, ekspertët thonë se rritja e flokut mund të nxitet dhe të përshpejtohet fal produkteve të duhura. Disa prej tyre janë hudhra, lëngu i patatës, pori dhe produkte të tjera. Veç tyre ju mund të përdorni dhe limonin, një agrume e cila është përdorur për shekuj, për shëndetin, bukurinë e jashtme dhe rritjen dhe shkëlqimin e flokëve. Përse ju duhet limoni për flokët? Limoni është i pasur me vitaminën C. Kjo vitaminë ndihmon flokun tuaj duke nxitur prodhimin e kolagjenit. Acidi i limonit gjithashtu pengon rënien e flokut, por njëkohësisht edhe pastron skalpin e kokës nga zbokthi. Ai është gjithashtu efikas edhe në mbajtjen nën kontroll të prodhimit të yndyrës. Një mënyrë shumë e thjeshtë për të shfrytëzuar limonin për shëndetin e flokut është ta shtrydhni gjysmën e tij dhe lëngun ta përdorni për të masazhuar kokën për rreth 5 minuta. Më pas duhet të prisni 10 minuta të tjera dhe të vazhdoni rutinën tuaj të larjes dhe zbutjes së flokut. Kjo kur mundet të përdoret një herë në javë dhe është më së përshtatshme për njerëzit me flok të yndyrshëm. Limon me vaj ulliri. Lëngun e limonit mund ta bashkoni dhe me vajin e ullirit. Ju duhen 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj kastori, 4 deri në 5 pika vaj esencial limoni. Përzijeni vajrat në një enë dhe ngrohini pak. Më pas vajrat aplikojeni në rrënjët e flokëve për 15 minuta dhe maskën mbajini për 30 minuta të tjera. Pas maskës mund të lani flokët me shampo ose për të lehtësuar eliminimin e yndyrës, lyeni flokët me zbutës dhe mbajini atë në flok për 5 minuta dhe më pas lajeni atë me shampo. Këtë maskë mund ta përdorni 2 deri në 3 herë në javë. Shpëlarje e flokut me lëngun e limonit. Limonin ju gjithashtu mundet ta përdorni dhe për shpëlarjen e flokut. Për këtë ju nevojitet 1 lugë gjelle limon dhe 2 gota ujë. Treteni lëngun e limonit në ujë dhe përdoreni atë për shpëlarjen e fundit të flokut. Këtë trajtim mund ta bëni një herë në javë. Lëng limoni me aloe vera. Për këtë maskë juve ju nevojiten 2 lugë gjelle gjel aloe vera, 1 lugë gjelle lëng limoni. Përzijeni së bashku në një enë dhe më pas aplikojeni maskën në zonën e rrënjëve. Maskën mbajini për 30 minuta dhe më pas ndiqni rutinën tuaj të kujdesit për flokun. Maska duhet bërë 1 ose 2 herë në javë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.